Në Grande Fratello Italia tensionet marrin për masa të reja kur Benedetta dhe Dolce përplasen në një debat të ndezur që i lë të gjithë banorët pa fjalë. Gjithçka nis gjatë një momenti të thjeshtë në obor, kur Dolce afrohet për të folur me bashkëshortin e Benedettës, duke bërë disa batuta të lehta dhe duke buzëqeshur shpesh. Ajo e shikon këtë si një bisedë të pafajshme, por për Benedettën kjo është pika e fundit. Benedetta, e cila prej ditësh e ka vënë re afrimitetin e tepërt të Dolces, nuk e përmban më veten. Ajo ngrihet nga vendi menjëherë, i afrohet të dyve dhe e shikon Dolcen drejt në sy, me një ton të tensionuar që e ndjen gjithë shtëpia. Dolce, mund të rish pak më larg, të lutem? Shpërthen ajo, zëri i saj është i ngarkuar dhe banorët e tjerë fillojnë të mblidhen rreth tyre, të ndjejnë se një shpërthim po vinte. Dolce, e habitur nga reagimi, mundohet të buzëqesh dhe t'i shpjegoj, po thjesht po flisnim. Nuk po bëja asgjë të keqe. Por Benedetta nuk bindet fare. Ajo ngrit zërin edhe më shumë. Jo. Ti gjithë ditën i rri afër burrit tim. E sheh që unë jam këtu, e sheh që kjo më bezdis dhe prapë vazhdon. Boll. Nuk e toleroj më këtë sjellje. Tensioni rritet edhe më shumë. Dolce mundohet të mbajë qetësi, por vërej që Benedetta është vërtet e acaruar dhe nuk po e kontrollon dot veten. Nuk kam faj pse ti je xheloze, thot Dolce, duke bërë një hap pas, kaq mjafton që Benedetta të shpërthej edhe më keq. Xheloze? Jo, jam e lodhur. E lodhur nga mënyra si sillesh. E lodhur që po përpiqesh të më provokosh. Mos mendo se kam parë si afrohesh. Banorët fillojnë të hedhin syt nga producentët, të shqetësuar se situata po u del jashtë kontrollit. Shieshin duar që dridheshin, frymëmarrje të shpejtuar dhe fytyra të skuqura. Atmosfera elektrizohet, Dolce tund kokën dhe thot, nuk po i afrohem askujt për keq. Ti po e egzageron. Por Benedetta, tashmë e tengopur, i përgjigjet ashpër, jo, mjaft më. Unë burrin tim me respektoj dhe dua që të tjerët.